Loredana ka bërë një deklaratë fort brenda shtëpisë së Big Brother VIP duke treguar se ende është e martuar ligjërisht me ish-partnerin e saj. Së fundmi ajo i është kthyer kësaj bisede me Jozin, teksa kanë diskutuar të dy për procesin e divorcit që ajo duhet të kryej. Ajo shtoi se ka më shumë se 2 vite që është e ndarë me partnerin, por ende figurojnë të martuar ligjërisht. Jozi: do doja shumë që të dilje të më prisje tek shtëpia ime, të rije të qetësohesh edhe të kryeje ato, është urgjente, gjëja e parë që duhet të bësh, duhet ta bësh atje, apo e bën dhe këtu. Loredana: duhet ta bëj atje. Jozi: duhet të jeni të dy. Loredana: duke qenë se ne nuk kemi fëmijë, mund ta zgjidhim me avokatët pa shkuar ne aty, thjesht të paraqesim dokumentet e divorcit. Jozi: a mund ta bësh dhe nga këtu? Loredana: jo, duhet të shkoj atje. Po, bëhet me avokat, zjat shumë pak se kam folur. Jozi: sa di do. Loredana: shumë pak, vetëm që nejse, do të ta shpjegoj kur të dalim jashtë. Kam 2 vite, më shumë se 2 vite që jam ndarë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.